Shqipëria feston 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Ceremonia e ngritjes së flamurit zhvillohet në Vlorë në praninë të drejtuesve më të lartë shtetëror. 28 nëntori festohet edhe në Kosovë. Zyrtarë dhe ish luftëtarë të ushtrisë shqiptare vendosin kurora me lule në memorialin e Adem Jasharit në Prekaz. Kryeministri Rama flet për mediat austriake. Antarësimi i Ballkanit në Bashkimin Evropian i shërben vetë Europës. Drejtësia me probleme, por pavarësia nuk i cënohet. Gjykata e posaçme e lë në burg policin e forcës operacionale, akuzohet për bashkëpunim me trafikantët e drogës, shitje sekrete për 15.000 euro. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ qendror në televizionin kombëtar Vision Plus. Shqipëria feston sot 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Presidenti Bayram Begaj dhe Vjosa Osmani, si dhe kryeministri Rama, morën pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit kombëtar. Ndërkohë, mira njerëz të ardhur nga të gjitha trevat mbushën sheshet e Vlorës dhe ju bashkuan atmosferës festive. Ky 28 nëntor shënon 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Kryeqendra e festimeve dhe këtë vit u bë Vlora, qyteti ku në vitin 1912 Ismail Qemali dhe patriotët e tjerë shqiptar shpallën pavarësinë. Në vijim të traditës, në qytetin bregdetar u zhvillua ceremonia e flamurit, ku morën pjesë presidenti Begaj, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Edi Rama dhe zyrtarë të tjerë të lartë. Ceremonia e ngritjes së flamurit nisi me himnin kombëtar, e më pas liderët ju drejtuan memorialit. Në sheshin e flamurit ata vendosën kurora me lule dhe u përkulën në shenjë nderimi. Pas përfundimit të ceremonisë, drejtuesit e lartë shtetëror ju drejtuan qytetarëve, ku nuk munguan dhe takimet me ta, ndërsa urimet e tyre i përsollën nëpërmjet rrjeteve sociale. Por jo vetëm zyrtarë të lartë, për të festuar ditën e pavarësisë, në qytetin e Vlorës u mblodhen qytetarë nga të gjitha trepat, të veshur me simbolet emblematike të vendit tonë. Ata festuan në bulevardin Ismail Qemali. Urimet e tyre erdhën në mënyra të veçanta. Shqipëri, 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 moj shkëmpe gurë, Shqipëri, moj shkëmpe gurë, vrite pritesh për flamurë. Ta festojmë së bashku me popullin shqiptar. Kjo është, na jemi një kom, na jemi një shtet, ne kemi një flamurë. Të gëzojnë festën e ngritjes së flamurit edhe festat e çlirimit, gjithashtu uroj që të kenë një begati edhe një zhvillim të paparë që të konkurrojmë dhe Evropën. Edhe këtë vit politika u gjet e ndarë në festimet për ditën e pavarësisë. Në emër të opozitës urimi erdhi nga sekretari i përgjithshëm i PD Flamur Noka, por me një lapsus. Është 28 nëntori, dita kur Skënderbeu ngriti flamurin në Vlorë, është ditë në Skënderbeu ngriti flamurin në Krujë. 28 nëntori përkon edhe me ditën kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti më vitin 1443 flamurin e kastriotëve në Krujë, duke udhëhequr rezistencën kundër perandorisë osmane. Në Tiranë, mes një atmosfere festive, ngritja e flamurit është bërë në sheshin Skënderbej. Ceremonia është zhvilluar edhe në qytetet të tjera të vendit në nderim të patriotëve që punuan për pavarësinë e Shqipërisë. Shqipëria është veshur me atmosferën e festave kombëtare, teksa qytetarët kanë marrë pjesë në aktivitetet organizuara nga bashkitë. Në kryeqytet u zhvillua ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit me rastin e 28 nëntorit. Është një kujtesë mbi çfarë kemi qenë, kush jemi dhe kush duam të jemi. Shqiptarët me çdo brez kanë ditur të ngrihen për lirin, për dinjitetin dhe për të ardhmen. Prandaj sot, ndërsa ndërtojmë Shqipërinë moderne, evropiane, të hapur, 28 nëntori nuk është një përkujtim, por është një premtim se rrugtimi vazhdon
dhe do ta çojmë përpara me të njëjtën kurajo që kemi ndryquar historinë tonë. Kryeqyteti feston 28 dhe 29 nëntorin me një kalendar të gjerë aktivitetesh, duke u shndërruar në një qendër të madhe festive. Për 2 ditë me radhë, qytetarët janë me akses falas në institucionet kulturore si dhe në aktivitetet të tjera publike. Në vazhdim, ne do kemi 2 pika kryesore për gjitha familjet shqiptare që dëshirojnë të festojnë në festën e 28 nëntorit, që është tek Pazari i Ri dhe tek Pedonalja Murat Toptani. Ndërkohë, do të kemi patjetër koncertin kryesor të Sheshi Skënderbej, do të kemi këngëtar të mirënjohur si Eraj Strefi, Soni Malaj, Mike, Kida edhe Lumi B. Koncerti do të vazhdojë nga ora 6 pasdite deri në 12 të darkës dhe në orën 12 do të kemi një shfaqje fantastike të fishek zjarreve. Në Shkodër, disa qytetarë kanë zgjedhur të bashkohen festimeve në një mënyrë krejt të veçantë, duke parakaluar me kuaj e të veshur me kostume tradicionale. Edhe në Elbasan është përkujtuar 113 vjetori i pavarësisë. Qytetarët e drejtues të pushtetit lokal kanë bërë homazhe në nderim të patriotëve. Në Lezhë, festimet nisën me ceremoninë e ngritjes së flamurit pranë obeliskut të pavarësisë. Edhe në Korçë është përkujtuar shpallja e pavarësisë. Në ceremoninë zyrtare, banda e qytetit ekzekutoi himnin e flamurit. Me rastin e kësaj dite, Mitropolia e Korçës mbajti doksologjinë e bekimit të flamurit sipas traditës së Fanolit. Në meshën e posaçme, Mitropoliti Anastas bekoi flamurin dhe të gjithë ata që kanë dhënë kontributin e tyre për fen dhe adheun. Festime dhe aktivitete u mbajten edhe në qytete të tjera të vendit. 28 nëntori është festuar në Kosovë me shumë vizita në memorialin Adem Jasharit në Prekaz. Ceremonive ju bashkuan zyrtarë të lartë të shtetit si dhe ish luftëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe në Kosovë është ndjer atmosfera e festës së 28 nëntorit. Kryetari i Kuvendit dhe përfaqësues të tjerë shtetëror zhvilluan homazhe në memorialin e komandantit legjendar Adem Jashari në Prekaz. Sot pra festojmë ditën e flamurit, një ditë jashtëzakonisht të shenjtë që i bashkon shqiptarët gjithandej për te çdo kufiri, për te çdo qeani. Sot në Prekozin e lavdishëm festojmë gjithashtu ditën e shenjtë kur kryetrimi jon Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në Lezhë në vitin 1443. Sot festojmë ditën e shpalljes së pavarësisë dhe ngritjen e 2 krenarës në Vlorë. Veteran dhe përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishin gjithashtu të pranishëm në kompleksin memorial Adem Jashari. Ne edhe njerë ju urojmë gjithë qytetarët të Kosovës, familjet dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve këtu festat nëntorit. Këtu festa ne e dim që të mangët, parasysh se ne i kemi krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në Hag, pa drejtësisht këtu duke mbajtur atje, nga një gjykatë, si ja ka vlerë disa gjykatë, po ja që na ndodhi kjo neve dhe ne shpresojmë dhe besojmë se në vitin e ardhshëm do t'i presim këtu festa bashkërisht me ta. Në mesazhin e tij, kryeministri Albin Kurti e ka cilësuar 28 nëntorin si një datë të shenjtë dhe të pandashme nga historia e kombit shqiptar. Nuk dihet të ketë një tjetër komb në botë që fati i tij të jetë ndërthurur kaq pasgjithshmërisht me një datë të caktuar, ashtu siç gëshetohet data 28 nëntor me fatin e kombit ton. Një urim erdhi edhe nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Nga kryja Skënderbeu të Vlora Ismail Qemalit dhe Prekazi Jasharajve, historia jonë është shkruar me gjak, guxim dhe besim. Sot Kosova dhe Shqipëria ecin krah për krah, 2 shtete, 1 komb, 2 flamuj, 1 zemër, gëzuar ditën e flamurit, gëzuar pavarësinë e Shqipërisë. Edhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nga Haga ka uruar shqiptarët ndërsa e cilësoi befasi jo të mirë caktimin e seancës ndaj tij në këtë ditë të shënuar. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi historinë, traditat dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës, edhe kujton, edhe feston. Prandaj,
Mua nuk më mbetet tjetër, veç t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dignitet. Atmosfera festive është trirë edhe mes shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, në Malë të Zi si dhe në luginën e Preshevës. Urime për ditën e flamurit kanë ardhur edhe nga zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti, si dhe nga kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Në ditën e pavarësisë së Shqipërisë, qeveria ka marrë urime nga aleatët ndërkombëtar. Vetë presidenti amerikan Donald Trump i dërgoi një telegram homologut shqiptar Begaj ku uroi festën e pavarësisë. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit tonë mbi prioritetet e përbashkëta përfshirë stabilitetin rajonal, thuhej në letrën e presidentit Trump. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë dhau më herët edhe mesazhin e sekretarit amerikan Marco Rubio. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian përcolli mesazhet e Brukselit zyrtar për ditën e pavarësisë, teksa uroi festa të gëzuara për të gjithë shqiptarët kudo ku janë. Një shtetas amerikan ka vendosur që biznesin e tij të vogël në Vlorë, një bar kafe, ta quajë 1912, në kujtim të vitit të shpalljes së pavarësisë. Ai tregon se është i apasionuar pas historisë dhe në Shqipëri ndjes si në shtëpinë e tij. Për herë të parë në Vlorë, një bar kafe që mban emrin 1912, viti i pavarësisë tonë kombëtare, është hapur nga një shtetas amerikan. Tony Di Lorenzo këtë 113 vjetor të pavarësisë e kremton në barin e tij të veçantë. Ai tregon se është shumë i dhënë pas historisë, ndërsa për Shqipërinë ka mësuar duke parë materiale të ndryshme të shkruara si dhe video në internet. Në Vlorë ai ka ardhur me bashkëshortën pas një eksperiencë pune 5 vjeçare në Tajland. Kur erdhëm këtu mbetëm të mahnitur, mikpritja, kultura, njerëzit, afërsia me gjithçka. Në Tajland shpesh ndiheshim të huaj, mbase nga pamja dhe vinim re që njerëzit krijonin menjëherë distancë, ndërsa këtu ndodhi e kundërta, që në momentin e parë unë ndjem si në shtëpinë tonë. Në Vlorë mbërritëm pikërisht në ditën më të keqe të qytetit, më 4 tetor 2024 gjatë përmbytjeve. Qyteti ishte në kaos, me ujë, rrëmuj dhe njerëz që përpiqeshin të përballonin situatën. Megjithatë, edhe në atë moment të vështirë, vum re diçka shumë të fortë. Vlonjatët kishin energji, solidaritet dhe një potencial të jashtëzakonshëm për mikpritje dhe zhvillim. Sipas Di Lorenzos, prej 3 javësh ata shërbejnë kafe në këtë bar të vogël ku klientët e parë ishin të huaj. Ata janë befasuar me dekorimin e lokalit dhe fotot që gjenden aty. Unë u flas për Ismail Qemalin, Isa Boletinin, Luiq Gurakushin dhe për atë që ata kanë bërë për Shqipërinë. Ata habiten. Por të them të drejtën edhe shumë shqiptar habiten me njohuritë e mia për historinë e tyre. Mua më pëlqen shumë historia dhe përpjekjet e shqiptarëve për liri dhe identitet. Dhe nuk ka vend më të mirë për të folur për historinë sesa në shoqërinë e një filxhani kafeje. Edhe bashkëshortja e biznesmenit është e kënaqur me jetën në Vlorë. Vlora është një qytet shumë i bukur. Njerëzit janë shumë të mirë dhe gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar. Edhe pse shqipja ime është ende e dobët, ata përsëri duan të komunikojnë me mua me aq anglisht sa din. Kjo më bën të ndihem e pranuar dhe e mirëpritur. Jam futur edhe në kurs të gjuhës shqipe sepse dua të mësoj. Planifikojmë të qëndrojmë gjatë dhe dua të jem pjesë e komunitetit, të flas me njerëzit, të kuptoj më mirë kulturën dhe historinë. Për mua, kjo nuk është thjesht një ndalesë, është një shtëpi e re. Çelja e barit 1912 në Vlorë nga 2 shtetas amerikan përkon me 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Ashtu si çdo vit edhe këtë 28 nëntor, Vlora është ndëruar në kryeqendrën e festimeve për pavarësinë. Për të mësuar më shumë rreth aktiviteteve të mbajtura sot në Vlorë për ditën e flamurit, do të bisedoj me kryetarin e bashkisë Brunilda Mersini. Zonja Mersini, përshëndetje. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Zonja Mersini, si ka qenë numri atyre që kanë zgjedhur Vlorën për të festuar ditën e flamurit krahasuar me vitin e kaluar, nëse mund të bëjmë një krahasim? Me të drejtën, çdo vit numri i shqiptarëve që ndjejnë festën e flamurit rritet, dhe ky numër sot ishte shumë i lartë në sheshin e flamurit në moment e ceremonisë të ngritjes së flamurit, morën pjesë personalitetet e larta të Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe në praninë e tingujve të muzikës folklorike bashkë shqiptare, flamuri pati emocionet e festës. Gjithashtu në çdo cep të Vlorës, në ditën që na bën krenaren e Vlonjat, ka pas aktivitete të ndryshme, të zhanre të ndryshme dhe kulmojnë sot në orën 19 me një koncertit festiv, që është koncert
me këngëtar të gjithë qytetarë dhe është një koncert i tuar qytetarë nga gjithë Shqipëria. Po, zonja Mersini, çfarë janë aktivitetet që janë mbajtur gjatë ditës për pavarësinë dhe kur mbyllen festimet? Festimet vazhdojnë dhe ditën e nesërme, por sot janë edhe ditën e pasnesërme ku ne kemi maratonën, por sot ka pasur aktivitetet të ndryshme, aktivitetet që kanë filluar me ceremoninë zyrtare, me koncerte të ndryshme të trevave kudon, nga Kosova, Petova, ka pasur panajën e artizanëve të Florë, ka pasur në orën 18 ka qenë në Triku kombëtar dhe ashtu ta performoi me një tjetër të poshme për rrugët e Florës, e po kështu, unë sa po ju thash, do të bëj në rrugën kryetor të bulevardit Dorski. Zonja Mersini, faleminderit për kohën që gjetët për të biseduar me ne. Ndërkohë vazhdojmë të me tjera informacione. Kryeministri Edi Rama deklaroi për mediat austriake se anëtarësimi i vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian së pari është interes për vetë Europën. I pyetur për drejtësinë, shefi qeverisë tha se institucionet e reja kanë bërë gabime, por garantoi se do të ruhet pavarësia e sistemit. Ballkani Perëndimor ka një rëndësi për Europën. Këtë linjë mbajti kryeministri Edi Rama në një intervistë për podcastin austriak East Side Stories, ku theksoi se anëtarësimi i Shqipërisë brenda vitit 2030 në Bashkimin Evropian nuk është thjesht një ambicie. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për t'i kënaqur ata, e bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më evropiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek drejtësia e re, teksa theksoi se qeveria e tij po bën gjithçka që të mos cënohet pavarësia e saj, por gjithashtu pranoi se institucionet mund të bëjnë gabime. A është perfekte? Jo. A bëjnë gjithashtu gabime? Sigurisht që bëjnë, por në fund të ditës duhet të bëjmë gjithçka që të mos prekim pavarësinë që u kemi dhënë atyre. Kryeministri sqaroi dhe projektin e dhëndrit të presidentit të SBA Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Ai tha se misia e tyre do të vijojë dhe përtej mandatit të Trump në krye të SBA. Ata erdhën, vizituan, e duan këtë vend, u kthyen dhe pastaj filluan të mendojnë se si të bëjnë diçka. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një miqësi që zgjat shumë kohë. Prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit. Kështu që nuk është as pak një miqësi politike. Sa i përket përplasjeve në SBA mes Donald Trump dhe George Soros, Rama preferoi të mos jepte një koment. Megjithatë, theksoi se Shqipëria është mikpritëse ndaj miqve. Gjykata e posaçme la në burg policin e forcës operacionale i cili bashkëpunoi me grupet kriminale të trafikut të drogës. Sipas prokurorisë, ai tregonte të dhëna sekrete në këmbim të parave. Oficeri i forcës operacionale që u vu në dispozicion të krimit do të qëndrojë në burg pa afat. Sipas SPAK, Igli Haxhia dekonspiroi operacionet policore duke punuar për grupet kriminale të cilat i furnizonte me sekrete hetimore. Ish polici u la në qelim me vendim të gjykatës së posaçme, ndërsa ishin bisedat në Sky CC, ato që nxorën zbuluar implikimin e tij në shitjen e informacioneve. Ai e bën të qartë kërkesën e tij për para në këmbim të tyre, ndërsa personi me të cilin komunikon sipas SPAK është Dario Myftiu, i cili ka trafikuar kokainë dhe heroin nga Italia në drejtim të Shqipërisë. Igli Haxhia i komunikon shtetësit Dario Myftiu se ti, nusja, nona jote, asti, i keni telefonat në përgjim dhe bëj kujdes kur flet. Nëse do info të tjera, bëjnë lek. Në këtë mënyrë, shtetësi Igli Haxhia i ka informuar personin tjetër për veprimet e përgjimit telefonik dhe është i gatshëm që t'i ofroj edhe informacione të tjera, por në këmbim të përfitimeve monetare, duke i thënë se nëse do info të tjera, bëjnë lek dhe një informacion kundrejt një pagese. Prokurorët e SPAK, Altin Dumani dhe Klodian Braho, kanë dokumentuar momentin kur policia operacionale si ka kërkuar Denis Myftiut një shumë prej 15.000 eurosh për 3 persona. Nga bisedat, duket qartë se kur ai komunikon shifrën 5, bëhet fjalë për shumën monetare 5.000 euro. Pasi përshkruan se është 5 euro dhe shpjegon se për 500, 1.000 s'ja vlen fare vllai. Kjo bisedë vjen në përputhje me bisedën e datës 5/12/2020, të kryer me shtetasin Dario Myftiu, ku i komunikon se jemi 3 veta nga 5.000 vlla. Krahas sinjalizimit që u bën eksponentëve kriminal, Igli Haxhia i kujdeset që t'i paralajmëroj se informacionet duhet të duken siguria në rastësore. Të njëjtën gjykata e Breshas
lëshoi 24 urdhër arreste për trafik ndërkombëtar kokaine. Operacioni i përbashkët i 2 prokurorive arriti të provojë se në vitet 2020-2025 u trafikuan drejt Italisë 1.3 ton kokainë. Në përfundim u sekuestruan 550.000 euro, 10 automjete, 1 pistolet dhe 130 kg lëndë narkotike kokainë dhe heroin, që në treg do të kishin vlerën e lartë 12 milion euro. Një aksident i shumëfish është regjistruar këtë të premte në mbrëmje në aksin Elbasan tuneli Krabës, të paktën 7 automjete, të cilat po lëviznin në drejtim të Tiranës janë përfshirë në një përplasje zinxhir. Fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, megjithatë dëmet materiale kanë qenë të konsiderueshme. Ngjarja ka shkaktuar kaos në qarkullimin e automjeteve dhe bllokim të përkohshëm të trafikut. Policia shkoi në vendngjarje për të bërë të mundur normalizimin e qarkullimit të automjeteve. Shkak për aksidentin e shumëfish dyshohet të jetë bërë lagështia në rrugë. Dy inspektorë të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor Rural janë pezulluar nga detyra, ndërsa një i tretë është shpallur në kërkim pas zbulimit të një skeme korruptive me fondet për mbështetjen e fermerëve në Korçë. Përveç atyre janë pezulluar edhe 6 veterinerë, të gjithë këta në bashkëpunim me njëri tjetrin. Dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke pasqyruar të dhëna të reme në aktet e verifikimit dhe të kontrollit të fermerëve, përfitues nga skema kombëtare e mbështetjes për fermerët. Punojësit e AZHBR-s nuk kryenin kontrolle dhe verifikime në teren për gjendjen faktike të kafshëve, duke përfituar në mënyrë korruptive shumë paras nga 10.000 deri në 50.000 lekë. Abuzimet janë zbuluar pas një hetimi që ka zgjatur 18 muaj, ndërkohë që vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në korrupsion. Ditët e pushimeve me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit kanë sjellë një fluks të shtuar në pikën kufitare të Kapshticës. Qindra qytetarë janë nisur drejt Greqisë për të kaluar ditët e pushimit në vendin fqinj. Pala shqiptare ka punuar me 3 sportele në dalje, ndërsa ajo greke ka vënë në përdorim një sistem të ri të kontrollit, i cili ka shfaqur probleme teknike. Kjo ka shkaktuar edhe vonesa në procedurat e kalimit, duke krijuar radhë të gjata automjetash. Ishte e gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.